keme eliminu. Edhe pe i gypave të ujit, po edhe e di që është i dëmë shëmaj kur të thejë. Ka azbest edhe në gypat ujit bek? Po ka një program që kjo është pa të fillu me u eliminu, po duhet me u eliminu krejtë se kejtë bota këto i ka e. So e në të rezikum për i kancerit, për i këti kimikati banorët i Prishtinës? Është tjera parë që e përmeni dikush azbestin? Dëgjëm, Fidan. Jo pëse të kam dosë. Për që ta e morë po flasim për azbestin. Kryesore, bazike. Kjo shumë e rrezikshme, po flasim për qerdhe. Se tani dojmë dalë që ka dojmë më menu na, për fëmijët edhe për sigurinë e tyne. Do më thonë, fabrika që ka ndërmaru këtë materje, është konë dikun hantelezit në duket. Kanë pas probleme, për mësë më thonë, kanë pas fond tragjik krejt ata punëtorët. Edhe kjo është shumë e rrezikshme, edhe është marrë na më folë sot, po është problem real me cilin duhet më marrë. Unë nuk kom shtek që e raj qytetarin tem, bashkon basit tonë, mi u majtë fjalime për Sunny Hill, se nuk jom kunder edhe defrimit e këtyne gjanave. Po na njëherë duhet mi kry gjanat bazike, në betorinat, qënë të ndacak, të lovin komunikacion, azbestin, nuk është këto për melon, si kur është e parënsishme. Pusetat, që e len njëri kartierin, ose gumen në puset, se nuk janë asë një nivel. Këto duhet mu kry njerë. Këto shpijat e kalta, mu definu pronat, legalizimet, pranimet teknike, kaosi urbanistik, këto që ka ndohë. Qa kemi bo për legalizimet dhe pranimi teknik? Sot vazhdojmë që jenë problem. Unë s'kom pranim teknik vetë. Dëgjëm, veç atë nisna për një qeshtje tjetër që ka të bëjë edhe me sigurin, tani për dalim edhe aty. Ndërtimet e vjetra që jënë borë në Prishtinë dikun 65-70, ato tash i kanë dikun 50 vjetë. Sa i bjenë? 70 vjetë. 70 vjetë gati. 70 vjetë gati i bjenë. Ato e në vjetra, jënë bulume me azbest, ka mbi ndërtime gjithkun, edhe kjo ka ndodhë këtë fluksin mas lufte, kur nuk ka pas regula. Jënë bo shumë mbi ndërtime. Qa ka ndodhë tjetër? E kanë ngarku në alt, e poshtë jënë shku të qelë dugoj, edhe i kanë prek edhe vertikalet. Du me qitë njerë një komision, në qato ndërtesa, cilat jënë në ndërtu në atë ko, me këshyr sa kem sigurina, se tash përflasim për sigurin tonë. Ju kujtohet në Turqi, tonë jënë konë të ljumëtër, tonë kanë folë ato për qeshtje të veta, dhe i sa kanë ndodhë një tërmet, edhe tani mo kanë ndryshu jetë aty, në ka pas shumë viktima, o konë shumë tragjika ajo. Mund do të një komision me këshyr ku mujmë me përforcu, kush ka bo dëmtime, pasaj duhet mu këthy mu marë, qësh jënë leju, kush i ka në nëshkru, apo kush i ka leju mu bo shto mbi ndërtime, që pëndodhen halat, dhe i sot, na dojmë ja ushit një vit kuqe. Këne tash e mas funksionën ligji, edhe me ato dëmtime që janë bo, mbi ndërtime që nuk kanë lonë hapësirë gjelbër, që nuk kanë lonë shkallë emergjente, që nuk kanë lonë hidrant mrena, që nuk ka parkingje, që o probleme dhe mbetorinat, që nuk kanë lonë rrugë për me hi zjarëfiksja për me nalë zjamin. Me këtë që to qeshtje dojmë këtu me morë kush i ka leju këto gjana. E këtu jënë inspektorët që jënë të korruptum, që i përkasin një aparati korruptiv, që ka funksionu pej mas lufte o shumë i sofistikum, edhe pastaj dojmë morë. Edhe kush o konë drejtar, dojmë morë edhe me atë punë. Tash e mas, pej vis kuqe, funksionon ligji. Tash du me folë edhe një qeshtje për qytetarët tonë të Prishtinës. Përmenet një Recep Luci, e dini që e ka emnin në për, tash flasë edhe për Enin pak, që gjeneratat ma. Kë njeri, unë nuk e kom gjoft edhe nuk e di qëfar bindje politike ka pas, ose qëfar krahu i ka taku. Mirë pa e kish pas një ideal, për me pas Prishtinën në vi, urbanistike, pa kaos edhe me regula, tu zbatu ligji. Aj njeri është vra. Tash dëgjoj që është maru një shesh, Recep Luci, pa le e dhaj. Kë ma shumë më tinglon, jo që jo bo për respektin ati personi, se për me respektu idena ati njeri, duhet me nalë kaosin, duhet me nalë mbi ndërtimet, duhet me nalë ndërtimet pa leje, duhet me nalë kaosin. Kjo ma shumë vlen për nej person që i bjen men për me nalë kaosin e mi qitë sanet në regull, për mju dole mja u bo stop që tyne, që bojnë që to gjona që në kanë prunë që citat, e që jënë në për komuna ata, që i kanë leju vetë, ma shumë është vrejtje me thonë, nëse përsaktohni më përnu drejt, që shka jo gjonë.
Unë e shoh qështu, se unë e shoh E si mesazh sheshin Recep Luci, si kur do me përnu drejtin me përfundu si aj? Qashtu e shoh. Qysh kemi mbjetu ty në sana? Qepse e shoh kështu? Trimni, qysh kemi mbjetu se nëse aj këta shojnë qa? Shpëtimi jo veç ligji, forca e ligjit, du të mu zbatu ligji. Liz shko, po njerës tutën me zbatu ligjin. Tja the e kam bo për mi kujtu që nëse do një regull në Prishtinë, keni me përfundu që shka përfundu Recep Luci. Po, unë e shpjegoj qështu. Edhe unë e besoj që ky mesazh është për qita, nuk është për më bo regull. E qka është shpëtimi jonë? Duhet me pas guximin, si qytetar i Kosovës, si kryetar, edhe si punëtor i administratës, edhe çfarë do detyre që të mersh, duhet me pas guximin me i dalë të keqës përballë edhe me thonë stop. Dej sot nuk kom pa person që jo dalë edhe o përballë me thonë stop, ma kështu nuk shkon. Se për ndryshe ish nalë, dej sot vazhdojnë mbi ndërtimet dej para 2 muajve. A pave një dokumentar që dul një gazetare, tha, këta inspektorati e ndalojnë, ndërtimi vazhdon, qitet shriti tjetër, ndërtimi vazhdon, mbi ndërtimi vazhdon, qiten skelet, rrezikohen qytetarët, këtu më i keq jetë ai që e lajmëron rastin. Për ndryshe, ky drejtori i inspektoratit, ky është i pastër, se ky e ka ndalu, ai që jo kon të ndërtua e ka vazhdu ndërtimin edhe e ka kry, edhe o met veç ky që një kësi kryetar i